Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë Nescafe me qumësht e akull. Në këto ditë nxehta, një Nescafe me akull do ishte super. Vemi tek këndi gatimit për të filluar përgatitjen e recetës. I kemi marrë përbërësin, si fillim do të vendosim Nescafen. Nuk kam marrë Nescafe Gold, e përdor gjithmonë këtë lloj Nescafe se më pëlqen, nuk është shumë e fortë. Do të vendos 2 lugë çaji me Nescafe. Do të vendos 2 lugë çaj me sheqer në mënyrë të barabartë. Do të vendos dhe gjysmë filxhan kafe me ujë. Unë në fakt I kam hedhur me lugë, po gjysmë filxhan kafe me ujë. Do marrim atë aparatin për të rrahur dhe do të rrahim derisa shkuma nga një ngjyrë kafe kaq e errët është, do bëhet në një ngjyrë kafe më të qelët, kështu që edhe shkuma volumi do të rritet. Ja ku e kemi përfunduar. Tani unë do filloj të ra qumshin për të krijuar atë shkumën. Unë e kam qumësh fshati që ka yndyrë, ju mund të merrni një qumësh nga ato kuti që ka yndyrën e lartë, që të krijohet shkuma sa më shpejt. Ja ku e përfunduam edhe bërjen e shkumës të qumshit. Tani do vendosim akullin në gotë ku dhe do e servisi, ku do e servirin. Nuk kam vendosur akull shumë, sepse Nescafe e do akullin. Tani do të vendos qumështin, jo shkumën, shkuma qëndron më mbrapa, do hedhim në fund. Dhe vendosim Nescafe e rrahur. E kemi vendosur edhe shkumën e Nescafes që ne krijuam. Tani do të vendos shkumën e qumshtit. E vendosur sipër kafes. Në këto ditë nxehta, një kafe Nescafe me akull ishte perfekt. Ja ku e vendosëm. Tani unë do t'i vendos pak krem karamel, sepse shija me krem karamel mua më pëlqen shumë fare. Ja ku e kemi gati. E ta dozojmë pak dhe ju bëf të mirë. Miru takofshim në videot e radhës.